ka qenë një teatr. Tani, kur dëgjon sot opozitën të këthot që Partia Socialiste, majoranca, ka miratuar ligje të investimeve strategjike të zonave të mbrojtura dhe kërkojnë të kthehen sepse edhe Parlamenti Evropian vendosi kështu, të vjen turp. Pse të vjen turp? I kemi ndjekur seancat parlamentare teatrin kur miratohej buxheti i shtetit. Kishte Flakadan, Molotov, ndërkohë ata miratonin ligjet. Kemi ndjekur seancën e miratimit të ligjit të investimeve strategjike. Ata përsëri me Flakadan, përsëri me Molotov dhe majoranca i miraton të ligjet. Tani u kujtuan ta se kush janë investimet strategjike. Kur u bë paketa maleve, ata s'ishin fare. Dhe tani thonë, është bërë paketa maleve, po këta s'kanë qenë fare. Kurse sot, ajo që ishte me shëmtura, ishte, kur i shije, deputetet demokrat me pankarta si yllkat. Ore, lule bore, jemi yllka shembullore. Pra ju bindën Zotit Berisha për të shkuar me pankarta e për të devijuar Ramanburg, Belindenburg. Po, Belinda ka marrë rrugën. Së shpejti do të ketë kërkesën e dytë për heqjen e imunitetit, edhe Parlamenti Evropian të tha, prerazi që Rama ka mbrojtur Ballukun, pra ka penguar drejtësinë. Ashtu si që ka penguar Berisha, e që ishte shpallur në ngrata për pengim të drejtësisë, minim të demokracisë, cenim sigurisë kombëtare, jetën që po banë dhe Rama.